Bashkia e Kuçovës ka nisur përgatitjet për festën pagane të ditës së verës, e cila tashmë është kthyer në një traditë për qytetin. Kjo ditë pritet të jetë e mbushur me aktivitete të shumta që do të sjellin emocione, ngjyra dhe atmosferë festive për qytetarët. Nën tingujt e muzikës, panajireve dhe aktiviteteve të ndryshme kulturore, festa do të krijojë një atmosferë të veçantë mes luleve dhe mikpritjes, duke bashkuar familje dhe të rinj në një ditë plot gjallëri. Specialistja pranë Drejtorisë së Kulturës në Bashkinë e Kuçovës, Luljeta Mimini, u bën thirrje qytetarëve të bëhen pjesë e aktiviteteve që do të zhvillohen në parkun e gjelbëruar në hyrje të qytetit të naftëtarëve. Ai ofton të gjithë banorët dhe vizitorët të bashkohen në këtë festë tradicionale që sjell gëzim dhe energji pozitive për komunitetin. Më 14 mars do festojmë së bashku ditën e verës në parkun e ri të qytetit. Bashkia Kuçovë ka përgatitur një program të pasur festiv për të gjitha moshat. Koncert festiv, valle tradicionale, panajir kulinarie, ekspozit pikturash, paradën e luleve me fëmijët e qytetit dhe verore për të vegjëlit. Do të jetë një ditë plot ngjyra, muzikë dhe atmosferë festive. Eja të festojmë së bashku me energjinë dhe gëzimin e kësaj feste të bukur pranverore.